punoj në bankë tek lëshimi i kredive. Dua ta lëm punën pasi që kam kuptuar se është haram. Po, valla, haram është. Me respekt për të gjithë që punojnë kudo nëpër punë, ajo që është haram. Edhe këshilloj me u largu. Ama bënë niyet për Zot Zotit. Sidomos kjo pjesa tek lëshimi i kredive. Bënë niyet për Zot Zotit me lënë një punë haram, ka me ta kompenzu Zotin me diçka halal. Nuk është patjetër me ta kompenzu me shumë të mëdha të parave, por është patjetër që Zoti se them premtimin e vet, në një formë ose në tjetrën, ka me ta bëni zgjidhje edhe ka me ta shpërblyn këtë botë edhe në atë botë. Ta rahaton familjen, ti largon smundjet, ti largon brengat, stakfirullah ka pas me të ndodhë një kader i keq, një ndeshje, komunikacioni Zotit e largon. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e lën një haram për Zot Zotit, Allahu ja kompenzon me diçka më të xhairit. Nuk ka thonë me të njëjtën formë, por me diçka më të xhairit. Diçka ka me të ndodhë shumë fish më xhairit se sa që ajo çka ke pas. Kur mos mëno pse e laje haramin, tash me ta keq kukun. Çka u bë? Veç lidhur me kriju selama me gjithë zemër, me bindje, jo vetëm thjesht me dyshime edhe me fjalë goje. Maje imanin, a Zotit forcoft.